Jemi këtu në qytetin e Strugës, ku po bëhet hapja ekspozitës së piktorit Edip Lloga, ku në fakt e ka shënuar edhe 40 vjetorin e krijimtarisë, por gjithashtu edhe 60 vjetorin e jetës së tij dhe ka kombinuar në fakt ka bërë një kombinim mjaft të mirë edhe për krijimtarinë e tij. Me të do të flasim tash pak edhe për pikturat e tij, për të gjithë krijimtarinë e tij, rrugtimin e tij në art. Përshëndetje arsimtar, faleminderit shumë që ndave pak kohë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Urime njërë për ekspozitën. Faleminderit shumë edhe nga ju edhe nga televizioni edhe nga gjithë teleshikuesit. Patjetër që ne jemi këtu për të mbështetur, sigurisht kur bëhet fjalë për art dhe për kulturë, sigurisht që jemi këtu për ta mbështetur, sidomos kur bëhet fjalë për qytetin e Strugës. Të pyes pak çfarë përfaqëson kjo ekspozitë për ty, sepse di që ke shënuar 40 vjetorin e krijimtarisë tënde me këtë ekspozitë. Po, kjo ekspozitë do kishte prezantuar një periudhë 35 apo 40 vjeçare, retrospektiv e gjithë krijimtarisë sime, ku kam shpalosur dhe përzirë disa nga serit më të mëdha të mia, si Dhunë, ciklin për Erosin apo për dashurinë, dhe ciklin e serisë grafikës, cilat i kam bërë në disa teknikat grafike që i kam realizuar dhe normalisht kam edhe akuarelet cilat i kam ekspozuar për herë të parë në këtë hapësirë që preken tema nga më të ndryshmet, siç është figura e njeriut është elementi kryesor që bart çdo pikturë apo çdo vepër dhe ka edhe tema të tjera të prekura nga situata e gjithë asaj që po krijohet me popullin tim apo që krijohet në hapësirat e Ballkanit si dhunë, luftë, këtë qatë jam munduar në një farë forme që ti përshkruaj gjitha këto me formë ekspresive të penelit dhe pikturës. Sigurisht. Të gjitha kanë mesazhin e tyre, sigurisht. Po, gjithsesi kanë edhe titujt e tyre, pikturat edhe janë të dedikuara për këto 4 cikle që i përmend. 40 vjet krijimtari nuk janë pak, janë shumë. Si i e bët edhe për zgjedhjen e pikturave, pikërisht për t'i vënë në këtë ekspozitë, sepse ju keni një numër të madh të pikturave, por keni zgjedhur edhe piktura, siç folëm edhe pak më herët, keni zgjedhur piktura që i keni bërë kur keni qenë në 8 vjeçare, pra që në fillimet e tuaja deri më tash. Po, kjo përfshin periudhë nga jeta ime, domethënë në shkollat, bankat e para si shkollë fillore, që kam qenë, siç thot vetë pedagogu apo arsimtari im që kam pasur, ka qenë mjaft i talentuar, që do vazhdoja më vonë në shkollët mesme për të krijuar disa nga ato që disponoj ato eksponatat aty që janë të ekspozuara dhe më vonë për të futur më seriozisht në qasje lidhur me krijimtarinë e pikturës dhe grafikës. Sigurisht. Më vonë edhe në fakultete dhe kështu me radhë. Pra ka filluar që në shkollë fillore keni filluar, ju ka qenë pasion në fillim për artin apo? Po. Edhe talenti mbase. Po, patjetër. Ka qenë dikush ato lidhen, ngërshetohen të dyja bashkë. Ka qenë dikush që ka zbuluar talentin dhe më pas. Po talentin e zbulojnë, zakonisht se unë jam edhe vetë pedagog në shkollë, kështu që ne i shohim ato fëmijët edhe nxënësit që kanë një prirje pak më të jashtëzakonshme nga të tjerët, ne i marrim ato dhe i përforcojmë, i angazhojmë më tepër dhe i çojmë deri në lart, saqë ato do siç kanë arritur disa sukses nga nxënësit e mi, pastaj student, dhe sot janë pedagog të gjithë që kanë kryer fakultetin e artit. Dhe sigurisht keni nxjerrë edhe gjenerata të tjera. Me siguri, po. Edhe në të ardhmen do vazhdojmë ashtu. Patjetër. Më tregoni pak cilat janë sfidat me të cilat jeni përballur përgjatë këtyre 40 viteve si artist, sepse ne i shohim pikturat e bukura, por besoj që ka sfida të cilat sfidat janë shumë numërta, shumë llojshme, sepse filluar nga gjendja emocionale që mund të kesh për një periudhë kur do fillosh të krijosh apo të qasësh në pikturë dhe në punën e veprës artit, ka edhe sfida tjera që lidhen direkt ngushtë me materialet, mjetet materiale, sigurisht. Sepse gjithçka shkon drejt asaj që kushton shumë pare.
Shumë e vërtet. Sa është mbështetja edhe institucioneve dhe për artë në përgjithësi në vendin tonë? Po, unë kam pasur mbështetje, do të thotë edhe nga shoqëria, edhe nga njerëz individ caktuar, cilët kanë investuar për mua, do të thotë në materiale, në pëlhurë, në pikturë, edhe materiale tjera, edhe për të lëvizur poshtë lartë në për ekspozita, do të thotë që kam pasur mbështetje, jo që s'kam pasur. Nuk ka munguar mbështetja. Po. Keni bërë sigurisht edhe ekspozita mirë, po kur folëm më thatë që 4-5 vite nuk keni bërë ekspozita. Po pse ka ndodhur pauza? Kam pauzuar, po kam ndëjtur domethënë pasiv aty në studio në shtëpi ku banoj atje në Livadhi, edhe kam bërë diçka kështu më të shpejt, më të zakonshme, që nuk jom qast do të thot direkt në atë formën që do ekspozoj apo do bëj në atë formë. Edhe ka qenë një pauza që ndoshta jeni marrë me punimet. Po, nuk ka qenë edhe situata për të ekspozuar edhe. Si e shihni, duke qenë se ju jeni edhe arsimtar, si e shihni interesimin e të rinjve për të vazhduar për art, sepse gjithnjë më shumë të rinj të shohin artin si një profesion që nuk ka shumë profite dhe drejtohen në drejtime të ndryshme. E kanë gabim ato, nëse prindit e perceptojnë në këtë formë, është gabim domethënë që piktura është zhvilluar dhe do zhvillohet me vite më parë, dhe do zhvillohet. Sepse fal nesh apo fal tjerëve dhe gjithë ato që do vinë më pas, këto vepra i dedikohen shoqërisë dhe këta dalin shoqëri dhe kjo do duhet që të shihohet, shifet, të vlerësohet, të analizohet, vlerësohet edhe gjithsesi që duhet njerëzit të orientohen më tepër nga arti, se sa nga matematika apo nga gjithë fushat tjera, se gjithë fushat janë nevojshme për shoqërinë. Nuk është vetëm matematika apo fizika, apo gjuhët. E keni qartë? Si e shihni rolin e një artisti në shoqërinë e sotme? Roli i artistit në Maqedoni, e keni fjalën? Po këtu keni paktën, po ka tendenca vitet e 30 vitet e fundit që do të thotë ka tendenca që me hapjen e Universitetit të Tovës dhe Akademinë e Arteve, që kanë qenë pedagogë nga Prishtina dhe kanë mbajtur ligjërat të tjera dhe mësimin, do të thotë që tani është në zhvillim e sipër dhe është mjaftë, në fond mjaftueshme, do të thotë e konsiderueshme që po zbatohet arti dhe po aplikohen drejtime të artit si dizajn, grafik, skulpturë dhe kjo është evidente. Nëse shikojmë gjithë qytetet shqiptare për shembull, Tetov, Shkup, Gosivar, Strug, po zhvillohen ekspozita, po. Ka mjaftueshëm ekspozita edhe nga të rinj, të cilët janë drejtuar edhe sigurisht edhe për të dhënë edhe mesazhe. Kjo ekspozita sigurisht këtu në Strug është hapja ekspozitës. A mendoni që ta transferoni mbas edhe në vende tjera, në qytete tjera këtë ekspozitë apo do të qëndroni vetëm në Strug? Që sot bisedova me disa nga kolegët e mi që i kam Tetov, Shkup, këndej poshtë lart nga Tirana. Dhe ata dëshirojnë që në të ardhmen me siguri që ta bartin, ta drejtojnë dikun tjetër. Ose në Prishtinë, ose në Tiranë, edhe në Shkup. Pse jo? Do të vazhdoni sigurisht edhe 40 vjet krijimtari, ju i mbaruat, le themi, i shënuat 40 vjet krijimtari, por që do të vazhdoni të pikturoni. Do të pikturoj, sigurisht, unë këtë profesion e kam dhe unë s'mu të rri pa pikturuar. Kështu merrni frym. Ku e merrni frymëzimin e gjithë pikturave? Frymëzim s'ka, frymëzimi do të jetë aty brenda vetes. Sepse po të mendosh që do marrësh frymëzim atje te liçeni apo te uji apo te mali, ajo shkon, pa ajo sa për marrë një ajë të pastër. Po frymëzimin do ta ketë krijuesi, do ta ketë me vete, do të thonë që ka kohë që do duhet akumulohet për të bërë gjithë këtë punë. Ose po do duroj derisa ai të vi frymëzimi plotësisht dhe atëherë ai që të shpërthej për të bërë. Po, të flasim pak për këtë pikturën e madhe që është veçuar mbase nga të gjithë pikturat e tjera. Nëse mund na tregoni pak më tepër çfarë është piktura, pse është pikërisht e veçuar? Do të kalojmë pak më andej, po, kalojmë megjithëse tash është e mbuluar dhe ju do ta zbuloni sigurisht gjatë kohës kur do bëhet edhe hapja. Seria më e madhe që e kam këtu në do të kenë mundësi shikuesit në ndërkohë që ta shohin pasi të zbulohet sigurisht. Në këtë ekspozit kam atë serinë që e kam titulluar unë Erotika
dhe kjo përfshin një numër të madh pikturash, fragmente, piktura apo detaje, dhe e kam gëshetuar me një nga këto pikturat e mëdhaja, me përmasa që nuk është parë deri sot, edhe nga unë, po dhe e kam titulluar Erotika. Aty kam përmbyll të gjitha, domethënë kompozimi vjen nga gjithë ky sublimi i madh i këtyre detajesh, fragmente, piktura, kompozime. Pra është një përmbledhje e gjithë pikturave të tjera, apo? Po, e cila do të hapet më vonë. Arsitar, faleminderit shumë dhe ju uroj shumë sukses. Edhe ju faleminderit. Jemi këtu në ekspozitën e piktorit e Loga. Si ju duket kjo ekspozitë? Si më duket, befasuese dhe jam shumë i kënaqur. Jam shumë i kënaqur sepse Edipin e njoh që vitet e 90-ta dhe kemi qenë në studime bashkë. Ai ka qenë në pikturë, në teto, kurse unë isha në artin dramatik. Dhe që në atë kohë Edipi ka qenë pak si person, si personazh pak më i veçantë se gjithë të tjerët. Jo vetëm piktore, po edhe neve. Do thonë gjithkohë ka qenë shumë i hareshëm, shumë i disponueshëm, shumë i gjallë, shumë i lëvizshëm dhe pikturat në kohën e atij, sidomos akvareli dhe punimet me grafik kanë qenë mbreslanse. Dhe ndodhte shpeshherë që ne studentët kur shifim një pikturë të bukur, një akvarel të Edipit, ne vetë ja merrnim aty, mos them shumë ashpër që ja vjedhnim. Dhe çfarë na ndodhte kur e shihte atë në përdhoma tona dhe vite dhe na merrte. Nuk na lente. Do thoshte pse nuk ma dhuron, pse nuk ma jep. Thoshte jo, thoshte se këtë mos unë e bëj asgjë, këtë e kam të veçantë. Edhe po shkosh në shtëpinë e tij, ai ka piktura të veçanta që as nuk i shet, as nuk i jep, as është shumë i vështirë në këto pikë. Dhe po një herë thotë bëj këtë dhe mos e bëj, kam të veçantë, Kështu që po shumë piktura, shumë punimet të tij janë të veçanta, siç e shoh edhe këtu dhe unë jam shumë i gëzuar që sepse unë gjatë vite mbas kam folur me Edipin, ka thonë bëj një ekspozitë. Tha do të bëj dhe jam rriu koha që pas 25-6 viteve, pas diplomimit që Edipi të bëj ekspozitën e tij të parë dhe më tha mua, kjo është ekspozita e parë dhe e fundit. Thash pse ashtu? Jo, do bëj diçka të veçantë edhe një ashtu. U këtu jam i befasuar për të mirë, ka disa piktura, këto punime të cilat janë të titulluara fragmente erotike, fragmente dhune, erotike. Edipi në fakt e ka pasur që me kohë në tru. Dhe mund ta identifikoni se çfarë karakteri është, sepse edhe djalit të tij emrin ja ka vënë Eros. Mund ta imagjinoni. Po, emër arti, emër simbolik për erotikën dhe kështu me radhë. Dhe unë ja kam pëlqyer gjithmonë, siç thash edhe pak më herët, akvarelin dhe grafikën është fenomenal, është ekspert për atë punë. Nuk e di në Maqedonia mund në një piktor të krahasohet me Edipin në atë aspekt, por këtu shoh që edhe piktura tjera abstrakte, të cilat japin mesazhe të veçanta dhe unë mendoj që kjo ekspozitë duhet të lëvizin në Maqedoni, jo të mbahet vetëm në strug, sepse kanë se çfarë të shohin dhe kanë një farlloj peshe artistike ka një ekspresion, ka një vrull, ka një jetë te këto piktura. Shumë e vërtet në fakt edhe unë jam dakord me këtë. Se mund të vresh diçka, e sheh nëse koncentrohesh pak më mirë, sheh një figurë, sheh një vajzë, një personazh, një portret, shihet diçka. Domethënë gjithmonë ka mesazhin e tij, ka kahjen e tij, drejtimin e tij. Sigurisht. Shpresojmë që të vendosë edhe arsimtari Edipi që ti lëvizë piktori, që ti lëvizë këtë ekspozitë, edhe pse është shumë i vështirë për të ekspozuar, më duket. Nuk don që të ekspozohet. Po, edhe këtu desha të dalë. Edipi ndoshta e njohim ne rreth i strugës këtu. Ndoshta Maqedoni nuk e njohin shumë për shkak kësaj, mund të them, neglizhence, ku ta di nga vetvetja, për vetveten ai nuk është ekspozuar shumë. Por mos harrojmë sepse Edipin e njohin qytetet e Turqisë, Vienës, Parisit, domethënë ai vazhdimisht çdo verë ka praktikuar dhe ka lëvizur jashtë Maqedonisë gjatë periudhës verore. Kështu që ka punuar shumë ande jashtë, po besoj tani që do ta njohin të gjithë, edhe do të kërkojnë edhe ekspozita të tjera, po është pak i vështirë. Unë do të bëj diçka, do t'ja marr në një pikturë, për mos i tregoni ju lutem, okay, dhe s'të lejoj të vish në shtëpi dhe të ma marrësh përsëri. Shpresoj që mos vije, po pak vështirë ajo. Faleminderit. Ju faleminderit.
Atëherë jam këtu me piktorin Sabit Bocku, i cili në fakt ka qenë edhe profesori i piktorit dhe arsimtarit Edip Loga. Po, kështu që do na tregoni pak si ju duket kjo ekspozitë, duke qenë se ai ka qenë zënësi juaj. Unë do të lexoj, kam disa rjeshta, po, përshëndetje, zonja dhe zotëri, së pari ndjej një kënaqësi që ndodhem këtu, sepse ish nxënësi im i dikushëm në gjimnazin e Dibrës, ai vetë erdhi e më muftoi që unë bashkë me djalin të marr pjesë në hapjen e kësaj ekspozite. Unë shoh se autori i ekspozitës ka ecë shumë përpara. Punimet e tija si nga forma, proporcioni dhe kombinimi i ngjyrave, formave, një harmoni pikturale. I uroj Edip Logës të vazhdoj edhe më tutje në këtë dhe të ketë jetë dhe sukses të më tutjeshëm. I afërt me arsimtar Edipin, si e shihni këtë ekspozitë sot? Ekspozita e Edipit është e mrekullueshme. Ka qenë gjithmonë, është punëtor, është profesionist i drejtimit, që e ka pasion, domethënë, dhe sigurisht pikturat e atij janë të shumë të vlerësuara. Dhe Universiteti i Shkupit e ka vlerësuar në pjatistal, në maje, Edipin. Edipi është i lindur në këtë drejtim, por ai bën piktura shumë abstrakte. Të nderuar miq të artit, të nderuar familjarët e Edipit. Nuk është punë e lehtë që të ndërtosh një vepër artistike aq më shumë atë ta prezantosh. Aq më tepër kur punon në kushte të jashtëzakonshme. Quaj kushte të jashtëzakonshme për arsye se kemi të bëjmë me punë që është shumë specifike, ku të gjithë këtë aranjim po thjesht ka shkuar nëpërmjet vetë Edipit. Dhe kjo për mua flet se ne jemi akoma në parahistori të fillimit të artit figurativ, fatkeqësisht. Para se të futemi pak a shumë në problematikat që do t'i trajtojmë tani, unë do ftoj një mikun tem të hershëm, një nga veteranët e artit figurativ dhe një nga artistët dhe një nga shkrimtarët e njohur të ambient filman, dhe ai është miku jon Dimqe Duracovski, i zato po kanuam da gi pozdravim prisutite i da gi внесе неговите впечатоци около ова изложба. Поведете, господин Duracovski. Благодарам, господин Положани. Почитувани пријатели, ве поздравувам пред се од името на Центарот за култура и од името на Стружани, што имаме вака преубава прилика да присуствуваме на една велелепна изложба на Едип Лога. Јас Едип го познавам одамна, има можеби 30 години, уште од неговите почетоци. Заедно сме излагале. Кога работев во музеот, му организирав изложби, а исто така и овде во Центарот за култура, и гледам дека има една голема преобразба во неговото сликарство. Му честитам
mnoge preuvali dela što ih je podarova i mu posakula više mnogo da li podarova ovakvi velelepni dela. Čestitam. Megjithëse Edipi është ashtu si ne e dim gjithë, kur ma kumtoi lajme tha se kam ndërmend të bëj një ekspozitë dhe do ta shënoj vjetorin e krimtarisë së time tha në vigjiljen të 60 vjetorit të jetës. Tash kur I boni Edipi 60 vjet, shunua unë I kam bërë 70 dhe harrova që ky mund të bëj 60 vjet. Edhe më tha që kam ndërmend tha të bëj tha në Livallith. Ka një rrëfim historik interesant, historia e artit. Ka bërë në vitin 1850 një artist I njohur, Gustav Courbet, kurse kanë lënë në salonet zyrtar, edhe ai ka bërë tek një shtëpisë e vet atje ka pas. E di, këto përvjetore nuk bëhen atje, por bëhen atje ku kanë vendin, bëhen te pallati I kulturës, I cili është I veçantë. Ne I dim gjithë pallatet, po si ky, me këto ambient, me këtë atmosferë, edhe me këto parametra, struktural që I ka si arkitektur, është shumë e veçantë. Edhe e nisëm këtë ide, dhe unë tani I kam marrë drejtën, I kam thënë vetës se kom pyetur Edipin hiç fare, që unë të flas për veprat e tij. Unë kam bërë një katalog, ju ta shikoj, është një katalog I cili do jetë një dëshmi, do jetë një arkivim I krejt asaj pune që ka arritur ta bëjmë me fjalë dhe sa pak me fotografi. Kam 3 arsye të forta pse unë sonde dua të flas për Edipin dhe për artin e tij. E para është sepse Edipi 1, Ediploga, Çlirimi Iljazi 2 dhe Nejat Dauti 3 ishin djem të isë posa kishin përfunduar akademinë. Më erdhën më thanë ne do duam të mbështesim që ti të na udhëheqish të bëjmë një shoqatë. Edhe ne bëmë një shoqatë që e quajmë Shoqata për Art dhe Kulturë dhe u Shoqata A3. Si vjet I bën 25 vjet këto. Bëm një ekspozitë. Por nuk është ajo, një nga arsyet më e fortë është që unë prej atëherë fillova të kthehem nga arti dhe nga historia e artit. Sepse idealet e mia kanë qenë gjithmonë arkeologjia. Po rrugët ashtu morën fatet e jetës njeriu e sillin andaj nga çdo ndonjë edhe kështu ashtu kjo. Dhe për më shumë ajo që mua më gëzon. Shoh Edipin I cili shfaqet me këtë strukturë veprash. Ka një të veçantë që mendoj që këtu se gjejmë dot në rreth tonë. Është buzimi. Sigurisht tek vepra e Edipit gjithmonë tema njeri. Dhe ai atë e sill në përmjet motivit figurës njeriu, të portretit, e sill edhe sidomos përmjet aktit. Akti I cili është temë tabu në ambientet tona. Aq më shumë Edipi I kushton rëndësi aktit femëror. E studion anatomikisht, e studion nga ana jashtme dhe studion nga ana shpirtërore. Nuk janë ata thjesht, që do jenë më banal, janë ata forma. Ata janë studime, ata janë hulumtime të botës femërore nga këndvështrimi I Edipit. Dhe këtë e sillen përmjet teknikave, përmjet pikturës, përmjet grafikës, përmjet e sillen përmjet akvarelit, sidomos që ka një nga specialitetet e veta gjithmonë, dhe kjo është ajo që Edipin e bën më të fuqishëm. Kur flasim stilistikisht, Edipi sillet nga realizmi që ka filluar fillimet, shkon te ekspresionizmi dhe përfundon te ekspresionizmi abstrakt. Janë të tredishmëri të cilat kanë parafrime dhe kanë distancime. Po si do që tjetë, arti I Edipit shkon edhe më tjetë. Unë mendoj që Edipi vendin e ka si profil artistik tek figuracioni I ri ose neofiguracioni. Është një variant shumë I avancuar I artit dhe ti kalon ato, suazat e ekspresionizmit tradicional
shkon për te ekspresionizmit abstrakt dhe është rikthimi i ekspresionizmi pak më dëshantë.